natyrën e pëlqej, e jetoj dhe e ndjej. Njerë atje u takojshëm edhe me Hashimin, presidentin, edhe ai vikin në ushtrime, edhe bisedojshëm, kishim një hapësim të mirë për ushtrime. Falënderes shumë për këtë ndaj midis natyrës. Natyrën e pëlqej, e jetoj dhe e ndjej. Edhe si vogël, në mes të fshatit atje në Prizren, të Randobrav, natyrisht që është natyrë. Dhe ajo shtëpia ku e kemi na është po ashtu e skajt në mes natyrës. Zakonisht edhe zosht mëngjes në zgjojnë nga gjumi me qësërimet e tyre, po edhe vjeshta po ashtu. Tani, si natyrë na kemi gjitha llojet e pemë mrena oborrit, është fshat është me vreshtari, pemtari gjitha, si natyrë, po për sporte kena marrë sporte, kena ushtru sporte para luftës, kena ushtru pak dhe këto ngritjen e peshave, për shkak me pas kondicionin fizike, angazhimin, mi qëndru kohës, mi qëndru sfidave të natyrës. Në gërmi kena dalë edhe atëherë, kena dalë për para, me lëviz, kena dalë edhe këtu, po pak ma rrallë për shkak të angazhimeve. Disa ndoshta dalin ma shpesh, po unë me eci, po me këto sportet, shkoj këtu në fitness ka njerë për me rujtë ato. Apo shkat? Jam i regjistrum të 5 Star, është një miku im kështu i Gjilanit, një lidhje familjare dhe ai e ka dhe në Prizren dhe këtu që e kam atë kartelën kur ka hapësina, kur ka mundësi, po shkoj aty. Sa me mbajt trupin e fortë, ushtrime. Po angazhimit përpojnë të vetën, ka njerë dhe lodhja tani nuk po mundesh me shku. Kështu që kena këtë hapësinën e gjejmë për me ecë. A mundohesh me qeni disiplinum kështu me disa? Ja, s'muj me qeni disiplinum. Sa i sinqer, direkt. Ja, po m'bje keq, po disiplinum duhet me shku rregullisht. Po dhe me gjëra tjera kështu sa i përket kështu? Në vitin 2016-2019 kam shku rregullisht. Kam pas një orar, kam shku, ka njerë atje u takojshëm edhe me Hashimin, presidentin, edhe ai vikin në ushtrime, edhe bisedojshëm, kishim një hapësim të mirë për ushtrime. Po asa mene mos i shkum në Shqipëri, do më ndroj rrjedha e jetës, angazhimeve, atje kishe do më lëvizjet ndryshme me shku me papë, me vizita, takime, zyrtare, me president, me kryeministra, me ambasador të ndryshëm, me të gjithë, kështu që të qesin nga rrjedha e këtyne me pas agjencë me majtë atë orarin tonë për ushtrim ose për angazhim.